Apostulli i ditës, po të thot dikush, unë e dua Perëndin dhe urren vëllain e vet, është gënjeshtar, sepse ai që nuk do vëllain e vet të cilin e sheh, si mund doj Perëndin që nuk e sheh? Dhe ky është urdhërimi që keni marrë nga ai që do Perëndin të doj dhe vëllain e vet. Kushdo që beson se Jezusi është Krishti ka lindur nga Perëndia, dhe kushdo që do atë që ka ngjizur, do dhe atë që ka qenë i ngjizur nga ai. Nga kjo ne dim ti duam bijtë e Perëndis, kur duam Perëndin dhe zbatojmë urdhërimet e tij, sepse kjo është dashuria e Perëndis, që ne të zbatojmë urdhërimet e tij, dhe urdhërimet e tij nuk janë të rënda. Sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia e mund botën, dhe kjo është fitoria që e mundi botën, besimi ynë. Cili është ai që e mund botën veçse ai që beson se Jezusi është biri i Perëndis? Ky është ai që erdhi me anë të ujit e gjakut, Isu Krishti, jo vetëm me anë të ujit, por dhe me anë të ujit e me anë të gjakut. Dhe fryma është ai që dëshmon, sepse fryma është e vërteta. Sepse tre janë ata që dëshmojnë në qiell, Ati, Fjala dhe fryma e shenjtë, dhe këta të tre janë një. Dhe të tre janë ata që dëshmojnë mbi dhe, fryma, uji dhe gjaku, dhe këta të tre janë të njëjtit mendim. Në qoftë se ne pranojmë dëshminë e njerëzve, dëshmia e Perëndisë është më e madhe, sepse kjo është dëshmia e Perëndisë që ai e dha për birin e tij. Ai që beson në birin e Perëndisë ka këtë dëshmi në vetvete. Ai që nuk beson tek Perëndia e ka bërë atë gënjeshtar, sepse nuk i besoi dëshmisë që Perëndia dha për birin e tij. Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin ka jetën. Ai që nuk ka birin e Perëndisë nuk ka jetën. Ju shkrova këto gjëra juve që besoni në emrin e birit Perëndisë, që të dini se keni jetën e përjetshme dhe të besoni në emrin e birit të Perëndisë. Kjo është siguria që kemi përpara tij. Nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na e plotson. Dhe nëse dim se ai na i plotson të gjitha ato që kërkojmë, ne dim se i kemi ato që i kërkuam atij. Nëse dikush sheh vëllain e vet që kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, le t'i lutet Perëndis, dhe ai do t'i jap jetën atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. Ka mëkat që çon në vdekje. Nuk them që ai të lutet për këtë. Çdo pallësi është mëkat, por ka mëkat që nuk çon në vdekje. Ne dim se kushdo që ka lindur nga Perëndia nuk mëkaton. Ai që ka lindur nga Perëndia e ruan veten e tij dhe i ligu nuk e prek atë. Ne dim se jemi nga Perëndia dhe se gjithë bota dërgjet në rikësi. Por ne dim se biri i Perëndis erdhi dhe na dha të kuptuarit që ne të njohim atë që është i vërteti, dhe ne jemi në të vërtetin, në birin e tij Isu Krisht. Ky është i vërteti, Perëndi dhe jeta e përjetshme. Djema, ruani veten nga idhujt. Amin. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të radios Ngjarje dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostullit Joanit, letra parë, kapitulli 4, vargu 20 deri në fund, dhe nga kapitulli 5, vargu 1 deri në vargu 20. Vargu 20 thot: po të thot dikush e dua Perëndin dhe urren vëllain e vet, është gënjeshtar, sepse ai që nuk do vëllain e vet, të cilën e sheh, si mund të doj Perëndin që nuk e sheh? Apostulli Joani na thot se dashuria për Perëndin, që është i padukshëm, është një dashuri e dukshme tek vllai që ne e shohim për ditë. Çdo njeri është krijuar sipas ikonës Perëndis, aq më tepër dikush që është bërë i krishterë duke besuar në Krishtin, ai është bërë i ngjashëm me Krishtin, pra është bërë një fëmijë i Perëndis. Kështu që të mos duash vllaun tënd në besim është paradoks, sepse ti nuk do Krishtin që është tek ai, pra nuk do Perëndin. Etrit e kishës tonë që rruga për të shkuar në parajs kalon nga porta e të afërmit. Vargu 21 thot: dhe ky është urdhrimi që kemi marrë nga ai që do Perëndin të doj dhe vëllain e vet. Pra, Zoti Jezu Krisht ju tha nxënësve, doni njëri tjetrin ashtu si unë ju desha juve. Ky është urdhrimi që apostujt e morën nga Krishti, edhe vet apostulli Joani, i cili quhet edhe nxënësi i dashurisë, dhe ai gjatë gjithë kohës që bëri apostullim këtë thoshte: doni njëri tjetrin. Madje na thuhet që kur apostulli Joani kaloi në moshë të madhe dhe kishte vështirë të fliste, atëherë njerëzit e mbanin dhe ai vetëm këto gjëra ju thoshte: vogëlush, doni njëri tjetrin. Sepse gjithë thelbi i besimit është doje Zotin, duhet të afërmin si veten tënde. Por le të vazhdojmë dhe të flasim edhe për kapitullin 5, vargu 1 na thot: kushdo që beson se Jezusi është Krishti ka lindur nga Perëndia, dhe kushdo
që do atë që ka ngjizur, do dhe atë që ka qenë ngjizur nga ai. Pra, të krishterët kanë lindur nga Perëndia, ashtu si apostulli Joani e përmend dhe në ungjillin e tij, pra në kapitullin e parë thotë, por të gjithë atyre që e pranuan ai u dha pushtet bëhen bijtë e Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk u lindën as prej gjakut, as prej vullnetit të mishit, as prej vullnetit të burrit, por prej Perëndisë. Pra, ne kemi lindur me anë të ujit dhe të shpirtit, pra me anë të pagëzimit dhe mirësies, dhe jemi bërë bijtë adaptuar të Perëndisë. Por përveç saj që jemi bërë vëllezër me Krishtin, ne jemi bërë vëllezër me të gjithë ata që janë të Krishtit. Prandaj ne duam atë që na ka ngjizur, pra duam Perëndin, por duam dhe ata që kanë ngjizur Perëndia, pra duam edhe të krishterët e tjerë. Vargu 2 na thot, nga kjo ne dim ti duam bijtë e Perëndisë, kur duam Perëndin dhe zbatojmë urdhrimet e tij. Pra apostull Joani na thot se ata që janë të lindur nga Perëndia, ata kanë një dëshirë të madhe për të bërë vullnetin e Perëndisë. Ashtu si fëmijët i binden dhe duan të imitojnë prindit e tyre. Kështu janë dhe të krishterët. Ne imitojmë Krishtin, i cili na zbuloi porositë e Perëndisë. Dhe kjo tregon se ne e duam Perëndin. Vetë Zoti Jezu Krisht tha, në qoftë se zbatoni porositë e mia, tregoni se më doni, dhe unë dhe Ati do vim të bëjmë të ndenjur tek ju. Por çfarë janë porositë e Perëndisë? Porosia e Perëndisë është dua e Zotin, duhet të afërmin si veten tënde. Vargu 3 thot, sepse kjo është dashuria e Perëndisë, që ne të zbatojmë urdhrimet e tij dhe urdhrimet e tij nuk janë të rënda. Pra, gjithë dashuria e Perëndisë është zbuluar tek urdhrimet e tij, dhe gjithë urdhrimet e Perëndisë përmbledhen në atë, në esencën e ligjit. Dua e Zotin, duhet të afërmin si veten tënde. Dhe ne jemi thirrur të zbatojmë këto urdhrime, dhe urdhrimet e tij nuk janë të rënda. Normalisht për njerëzit e botës, për njerëzit e mëkatit, këto janë të rënda, sepse pavarësisht se e din se ligji i Perëndisë është i mirë dhe dashuria është e mirë, por nuk e bëjnë dot, sepse eci me ligjin e botës, me ligjin e mëkatit, me ligjin e urrëties, me ligjin e armiqësisë. Kurse për të krishterë është ndryshe. Ai që është lindur në Perëndin me anë të ujit dhe shpirtit, pra me anë të pagëzimit dhe mirësies, ai që është bashkuar me Krishtin me anë të trupit dhe gjakut, ai është bërë një Krisht. Dhe ashtu si Krishti erdhi në këtë botë dhe zbatonte porositë e Perëndisë, kështu edhe neve, duke bërë Krishtër, duke marrë shpirtin e Krishtit, e kemi të lehtë pra për të zbatuar urdhrimet e Perëndisë që janë dashuri. Dhe kjo është diçka natyrale për ne të krishterët. Vargu 4 thot, sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia mund botën, dhe kjo është fitoreja që mundi botën, besimi ynë. Pra, ai që mundi botën është Zoti Jezu Krisht, biri vetëm lindur i Perëndisë. Vetë Zoti Jezu Krisht ju shfaq nxënësve dhe tha, mos keni frikë, unë e munda botën. Por edhe të krishterët janë të lindur nga Perëndia nëpërmjet hirit, dhe nëpërmjet hirit ata bëhen të ngjashëm me Krishtin dhe kështu e mundi botën. Prandaj thotë Shën Joani, kjo është fitoreja që mundi botën, besimi ynë, pra besimi në Jezu Krishtin. Dhe besimi e mund botën, sepse nuk është thjesht një besim intelektual, por është një mënyrë jetese. Dhe besimi e mund botën sepse, si thotë apostull Pavli, besimi është siguria e gjërave që shpresohen dhe tregimi i gjërave që nuk shihen. Pra, besimtari shikon përtej kësaj bote, e cila është e kotë dhe kalimtare. Prandaj, edhe mendja jon nuk është tek bota, por është tek ajo që pritet të vijë te mbretëria e Zotit dhe te qielli i ri dhe te toka e re. Vargu 5 thot, cili është ai që mund botën, veç ai që beson se Jezusi është biri i Perëndisë. Pra, apostulli Joani thot, ai që mund botën është ai që beson jo vetëm se ekziston Perëndia, por se Jezusi është biri i Perëndisë. Kjo është shumë e rëndësishme dhe ai e shtjellon më poshtë këtë gjë, duke na thënë, ky është ai që erdhi me anë të ujit dhe gjakut, Jezu Krishti, jo vetëm me anë të ujit, por me anë të ujit dhe me anë të gjakut, dhe fryma është ai që dëshmon sepse fryma është e vërtetë. Apostulli Joani shkruan në këtë mënyrë sepse ai është duke folur kundër gnostik dhe heretik, të cilët thonin se nuk u kryqëzua biri i Perëndisë, po thjesht njeriu. Por çfarë thot apostulli Joani? Pra, është ai thot që erdhi me anë të ujit dhe të gjakut. Na vë dy momente publike të Zotit Jezu Krisht. Pra, momentin që kur ai u pagëzua në lumin Jordan dhe aty u dëgjua zëri i Atit që tha, ky është biri im i dashur që kam pëlqyer, dhe po ashtu vetë Zoti Jezu Krisht u kryqëzua në kodrën e Golgothas, duke thënë, o At, në duart e tua po dorëzoj shpirtin tim. Pra, nëpërmjet këtyre dy ekstremeve të jetës publike të Zotit Krisht,
na tregon se Jesu Krishti nuk është thjesht një njeri, por është biri i Perëndis bërë bir njeriu. Dhe ai u kryqëzua si njeri, por jo thjesht njeri, por është Zoti i njeri, sepse kjo është e domosdoshme për shpëtimin ton. Vargu 7 thot, sepse tre janë ata që dëshmojnë në qiell, Ati, Fjala dhe Fryma e Shenjtë, dhe këta të tre janë një. Pra, apostulli Johani na jep tashmë dëshminë e qiellit që vjen nga Perëndia, Perëndia triadik, që është një njësi, një qenie hyjnore. Dhe Perëndia triadik u shfaq tek njerëzit kur Zoti Krisht u pagzuar në lumin e Jordan nga Johan Parenci dhe pagzor. Atje kemi shfaqjen e Perëndis triadik, pra Ati foli nga qielli, biri ishte në ujërat e Jordanit dhe Shpirti i Shenjtë zbriti si një pëllum. Prandaj dhe kjo krente quhet theofani, shfaqja e Perëndis. Por vargu 8 na thot dhe tre janë ata që dëshmojnë mbi dhe, fryma, uji dhe gjaku, dhe këta të tre janë të një mendimi. Apostulli Johani thot që fryma e Perëndis jep dëshmi të vërtet për Jesu Krishtin. Dhe kjo u pa kur ai u pagzua në lumin e Jordan, pra që Shpirti i Shenjtë zbriti si një pëllum, dhe kjo vërtetoi fjalët që tha Ati, ky është biri im i dashur që e kam pëlqyer, dhe thotë përveç frymës edhe ujë, dhe këtu bëhet fjalë për pagëzimin e Zotit Jezu Krisht, sepse nëpërmjet përurësisë së Krishtit, duke pagëzuar nga Johan Parenci dhe pagëzor, atëre Perëndia dha dëshminë e vet, duke thënë ky është biri im i dashur që e kam pëlqyer. Dhe së fundi është dëshmia e gjakut. Në kryq Zoti Jezu Krisht dha dëshminë rreth vetes së tij se ishte biri i Perëndis dhe ai vdiq vullnetarisht. Askush nuk ja hoqi jetën e tij, por ai vdiq mbas 6 orësh në kryq për treguar se ai ka pushtet ta japi dhe ka pushtet ta marri, sepse është Perëndi. Dhe këta të tre, pra fryma, uji dhe gjaku, që bëhet fjalë për pagëzimin dhe kryqëzimin e Krishtit, dhe të gjitha u realizuan këto me anë të Shpirtit të Shenjtë, japin dëshmi për personin e Krishtit që është Perëndi dhe njeri. Në vargu 9 na thuhet, nëse ne pranojmë dëshminë e njerëzve, dëshmia e Perëndisë është më e madhe, sepse kjo është dëshmia e Perëndisë që ai dha për birin e tij. Pra apostulli Johani thotë që neve përparojmë në jetë duke dëgjuar dëshmitë e njerëzve. Pra ju besojmë ato çfarë thonë njerëzit. Sepse nëse ne nuk do besojmë çfarë thonë njerëzit, atëherë jeta do ishte shumë e vështirë. Ne nuk do ecnim përpara, por gjithmonë do ktheheshim mbrapa. Por kur neve besojmë njerëzit, sa më tepër duhet besojmë Perëndin kur jep dëshmi për birin e tij. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse disa njerëz e anashkalojnë personin e Jezu Krishtit, mjaftojnë thjesht të besojnë se ekziston Perëndia. Por çfarë thot vargu 10? Ai që beson në birin e Perëndis ka dëshmi në vetvete. Ai që nuk beson tek Perëndia e ka bërë atë gënjeshtar, sepse ai nuk i besoi dëshmisë që Perëndia dha për birin e tij. Pra apostulli Johani na vë përpara një përgjegjësie shumë të madhe. Pra është ajo që tha më sipër, njerëzit mund të besojnë se ka Perëndi, por kjo nuk mjaftojnë. Njerëzit duhet besojnë jo Perëndinë e krijuar sipas imagjinasës së tyre, fantazisë së tyre, por Perëndi që është i vërtet. Dhe Perëndia e vërtet është Perëndia triadik, pra Ati, Fjala dhe Fryma e Shenjtë. Dhe Ati Perëndi dëshmoi vet për birin e tij që është biri im i dashur. Pra nëse ne nuk besojmë se Jezu Krishti është vërtet biri i Perëndis, atëherë ne bëjmë gënjeshtar Perëndin dhe blasfemojmë. Prandaj të gjithë ata që do dalin një ditë në gjyq përpara Perëndis, Perëndia do t'i bëjë një pyetje. Çfarë bëre me birin tim që e dërgova për ty? Pra, a e pranove si birin tim apo jo? Dhe kjo është një pyetje që ne do t'i japim zgjidhje këtu në tokë, sepse nëse ne nuk e pranojmë Jezu Krishtin si birin e Perëndis, atëherë ne bëjmë Perëndin gënjeshtar dhe kjo është një blasfemi që na ndan për jetë nga Perëndia. Vargu 11 thotë, dhe dëshmia është kjo, Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e tij. Pra Perëndia na dha jetën e përjetshme, po kjo jetë e përjetshme, që është jeta e Perëndis, na dhurohet nëpërmjet birit të tij, Jezu Krishtit. Ashtu si dhe ungjillori Johan thotë në ungjillin e tij, në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte me Perëndin dhe Fjala ishte Perëndi. Pastaj thotë, në të ishte jeta dhe jeta ishte drita e njerëzve. Po Zoti Jezu Krisht në lutjen kryepriftërore thotë, dhe kjo është jeta e përjetshme, të njohin ty të vetmi Perëndi të vërtet dhe Jezu Krishtin që ti e ke dërguar. Dhe vargu 12 thotë, ai që ka birin ka jetën, ai që nuk ka birin e Perëndis nuk ka jetën.
Apostulli Joani është kategorik duke në thënë jeta e përjetshme nuk gjendet në arsimimin, filozofinë, shkencën, veprat e mira dhe fen, por gjendet në besim tek Jezu Krishti, por jo vetëm në besim, por ai që ka birin e Perëndis, që do thot ai që është i bashkuar me Jezu Krishtin, dhe ky bashkim ndodh nëpërmjet mistereve, misteri pagëzimit të mirosit dhe mistereve të tjera të kishës. Vetëm kështu ne kemi jetën e përjetshme brenda vetes. Dhe në vargun 13 thot, ju shkrova këto gjëra ju që besoni në emrin e Birit të Perëndis, që të dini se keni jetën e përjetshme dhe që të besoni në emrin e Birit të Perëndis. Pra, është shumë e rëndësishme kjo, sepse apostulli kërkonte t'ju thonë të krishterëve që juve mos u mashtroni nga agnostikët të cilët mohojnë hyjninë e Birit, por ju e keni jetën e përjetshme sepse besoni në emrin e Birit Perëndis dhe që kjo jetë e përjetshme qëndrojë te juve, atëherë ju duhet vazhdoni të besoni në emrin e Birit të Perëndis. Vargu 14 thot, kjo është siguria që kemi përpara tij. Nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na e plotson. Pra, duke pasur jetën e përjetshme, jetën e Perëndis brenda vetes tonë, ne jemi në një njësi me Perëndin, ashtu si edhe Zoti Jezu Krisht në lutjen e tij kryeprofesorore tha: Tani unë nuk lutem vetëm për ata, por edhe për ata që do të besojnë me anë të fjalëve të tyre, që të gjithë të jenë një, ashtu si ti o Atë je në mua dhe unë në ty, dhe ata të jenë një në ne, që bota ta besojë se ti më ke dërguar. Pra, duke qenë në një njësi me Perëndin, atëherë i krishtieri ka siguri të lutet te Perëndia, por ai do të lutet sipas vullnetit të tij, dhe kur lutemi sipas vullnetit të tij, atëherë Perëndia na i plotson. Vargu 15 thot, dhe nëse dim se ai na i plotson të gjitha ato që kërkojmë, ne dim se kemi ato që kërkuam atij. Pra, apostulli Joani thot që nëse ne lutemi sipas vullnetit të Perëndis, të gjitha ato gjëra që kërkojmë do t'i marrim patjetër. Dhe dikush mund të pyesi, por si mund ta di unë se kush është vullneti i Perëndis? Është një gjë shumë e thjeshtë. Vullneti i Perëndis zbulohet nëpërmjet fjalës Perëndis dhe zbulohet në Shkrimin e Shenjtë. Prandaj të krishterët duhet çdo ditë të lexojnë Shkrimin e Shenjtë, sepse atje kuptojnë vullnetin e Perëndis dhe aty mësojnë se çfarë kërkesash duhet t'i drejtojnë Zotit. Vargu 16 dhe vargu 17 na thon, nëse dikush e vëllan e vet se kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, le t'i lutet Perëndis dhe ai do t'i jap jetën atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. Ka mëkat që çon në vdekje, nuk them që ai të lutet për këtë. Çdo pavësi është mëkat, por ka mëkat që nuk çon në vdekje. Tashmë apostulli Joani është kthyer përsëri tek dashuria për vëllain, dhe dashuria për vëllain në besim nuk është thjesht vetëm ta ushqesh, ta veshësh, ta përkrahesh poshtë dhe lutja. Kjo është, mund të themi, dhe shfaqja më e lartë e dashurisë. Dhe për këtë do të lutemi, për atë vëllai që ka rënë në mëkat. Por apostulli Joani i ndan mëkatet. Ka mëkatet që nuk çojnë në vdekje, ka dhe mëkate që çojnë në vdekje. Për mëkatet që nuk çojnë në vdekje, ai thotë që dhe na këshillon që ne duhet të lutemi. Kurse për mëkate që çojnë në vdekje, ne nuk duhet lutemi. Dhe kush është mëkati që të çon në vdekje? Mëkati që çon në vdekje është herezia. Pra, janë ata njerëz të cilët mbasi e njohën udhën e shpëtimit, ata e refuzuan dhe u kthyen në gënjeshtra, në mashtrime, duke mohuar hyjninë e Jezu Krishtit si biri i Perëndis dhe biri i njeriu. Prandaj, për të tillë njerëz, thot apostulli Joani, nuk duhet lutemi sepse këta nuk mund ta pranojnë hyrjen e Perëndis, i rinë kundër Perëndis, sepse gjithë mëshira e Perëndis, falja e Perëndis vjen nëpërmjet Jezu Krishtit si biri i Perëndis dhe bir i njeriu. Prandaj edhe apostulli Pavli në letrën e tij thotë me heretikun, me sektarin fol një herë, dy herë dhe pastaj lëre. Prandaj për këtë tillë mëkat, thot apostulli Joani, që ne nuk duhet të lutemi. Çfarë thot vargu më poshtë? Ai që ka lindur nga Perëndia e ruan vetveten e tij dhe i ligu nuk e prek. Atë që do të thotë kemi një sinergji. Pra, është hiri i Perëndis, por është dhe përpjekja jonë për ta mbajtur këtë hir brenda vetes dhe atëherë i ligu nuk e prek atë. Në vargun 19 na thotë, ne dim se jemi nga Perëndia dhe se gjithë bota dërgjet në ligësi. Apostulli Joani është përsëri kategorik. Ai nuk i shikon gjërat laramane, siç na pëlqen neve t'i shikojmë, por ai i shikon gjërat bardhëzi. Pra, o jemi të lindur nga Perëndia, o jemi të botës, e cila gjendet në ligësi. Kjo është bota e mëkatit, bota e pautësisë, dhe i krishteriu gjithmonë i ri kundër botës dhe duhet të ketë kujdes
siç na thotë edhe apostulli Jakovi, nuk e dini se misia me botën është armiqësi me Perëndin? Vargu 20 thot, po ne dim se biri i Perëndis erdhi dhe na dha të kuptuarit që ne të njohim atë që është i vërtetë dhe ne jemi në të vërtetin në birin e tij, Isu Krisht. Ky është i vërteti Perëndi dhe jeta e përjetshme. Pra, apostull Johani e përmbledh gjithë mësimin e tij duke na thënë, ardha e Zotit Isu Krisht zbuloi atë që është i vërteti, domethënë i vërteti Perëndi. Perëndia atë mund të njihet vetëm nëpërmjet Zotit Jezu Krisht. I vetëm lindur bir që është në gjithë atit, është ai që na e ka bërë të njohur. Pastaj apostulli Johani shton dhe ne jemi në të vërtetin në birin e tij Isu Krisht. Përsëri theksi vjet në faktin që nëse ne jemi vetëm në Isu Krishtin, mund të jemi në Perëndin. Askush nuk vjen tek Ati përveç meje, thot Zoti Krisht. Ky është i vërteti Perëndi dhe jeta e përjetshme. Dhe me fjalë të tjera, apostulli Johani po na mëson atë që mohonin gnostikët, pra se Isu Krishti është Perëndi dhe se jeta e përjetshme gjendet vetëm në atë. Dëgjuat komentin e letrës parë të apostullit Johanit.